Ju përshëndes nga studio e Blu Televizion, ndajmë bashkë disa prej zhvillime dhe informacioneve të fundit. Do ndalemi pikërisht e largimi kadastrës nga qyteti Vlorës, sikurse pritej është shoqëruar me vështirësi për qytetarët të cilët kërkojnë qoftë edhe shërbimin më elementar, informacionin. Sipas avokatëve, për qytetarët përveç kostzgjatjes së rrugës janë rritur ndjeshëm dhe kostot financiare. Largimi i zyrës kadastrale nga Vlora ka sjellë vështirësi tek qytetarët të cilët kërkojnë të pajisjen me dokumentet e pronësisë. Avokate Elona Mone thotë se me largimin e kadastrës, qytetarët nuk kanë më asnjë sportel se ku të marrin informacion, aplikojnë apo gjejnë zgjidhje për çështjet e pronësisë. Largimi i institucioneve nga qyteti i Vlorës ka sjellë shumë vështirësi dhe problematika, sepse informacioni është një e drejtë themelore për qytetarët në mënyrë të tillë që ata të zgjidhin problematikat e tyre. Dhe kjo e drejtë ju është mohuar që në momentin që janë mbyllur sportelet e kadastrës, në mënyrë të tillë që ata nuk kishin mundësi jo vetëm të merrnin informacion, por as të aplikonin dhe as të zgjidhin një problematikë e cila normalisht kërkonte një studim më të gjerë nga juristi i zonës përkatëse. Me largimin e kadastrës nga Vlora, Mone thotë se qytetarët kanë vetëm një mundësi që me anën e avokatit ose noterit të aplikojnë dhe kërkojnë informacion nëpërmjet portalit e Albania, i cili shpesh shfaq probleme dhe nuk funksionon. Në momentin që nuk është kadastra, i vetmi akses që një person ka është nëpërmjet noterit ose avokatit të tij, i cili duhet të aplikojë nëpërmjet e-Albanias për të zgjidhur problematikën. Por duhet kemi parasysh që dhe portali e-Albania ka njësër vështirësish dhe shpesh kemi dhe mungesë reagimi nga institucioni përkatës dhe kjo e bën akoma më të vështirë si në kohë, por edhe në zgjidhjen e problemit. Trajtimi i dosjeve të pronave detyron qytetarët të shkojnë drejt Tiranës. Avokatja shpjegon se kjo gjë shton koston ekonomike mbi ta, por dhe sjell më shumë vështirësi. Njësoj dhe me gjykatat, në rastin konkret gjykata e apelit që është vendos në Tiranë dhe një qytetari i duhet që të shpenzojë të gjithë ditën e tij dhe ndonjëherë dhe të mos gjejë zgjidhje. E njëjta gjë edhe për kadastrën, pasi do t'i duhet një kohë më e gjatë për të zgjidhur problemin, por sigurisht ndonjëherë edhe mund të ngelet pa e zgjidhur atë, sepse mundet që punonjësi i cili duhet zgjidhë problemin nuk është në detyrë, problematika mund të ketë vështirësi të tilla që do t'i duhet të shkojë disa herë, etj. Problematika të cilat ne i ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo gjë ka vështirësuar dhe punën e avokatëve. Elona Mone shpjegon se një avokate i duhet të anulojë çdo çështje që ka përgjatë ditës dhe të merret veç me një çështje pronash që ka në kryeqytet. Për sa kohë që qytetari kërkon mbështetjen e avokatit, këto janë cikël njëra pas tjetrës, të cilat ne jemi të detyruar që t'i ndjekim dhe t'i zgjidhim. Jo vetëm një çështje, por disa punë të tjera, sepse dita e një avokati është goxha e ngjeshur dhe nuk merret vetëm me një përfaqësim, por janë njësër praktikash dhe veprimesh administrative apo takimesh me klientët të cilat anullohen totalisht, duke shtuar kësaj dhe koston financiare, lodhjen etj. Mone thotë se largimi i gjykatës së apelit drejt Tiranës dhe më pas i kadastrës ka bërë që shumë avokatë të largohen nga Vlora me shtëpi në kryeqytet, por gjithashtu ka ndikuar dhe në rritjen e çmimeve 20% më tepër të shërbimeve që ofrojnë avokatët apo noterët tek qytetarët. Ne kemi sot avokat kolegë të cilët janë zhvendosur në Tiranë dhe kanë hapur zyrat atje. Patjetër ne kemi dhe me udhëzim të Ministrit të Financave, që ka një kosto të caktuar rreth 20% më tepër për shkak të shpenzimeve si të rrugës, dietat e ushqimit dhe mos ta harrojmë që kanë një kosto më të lartë edhe për shkak se të gjitha punët të cilat nuk kryen dhe nuk mund të merren atë ditë, duke qenë stabël në zyrë, do t'i rrisin kostot kësaj çështje e cila merret jashtë qytetit. Largimi i gjykatës së apelit dhe kadastrës nga Vlora ka bërë që për trajtimin e një çështje pronash të duhen 5 deri në 10 vite. Ende ka dosjet e pronave të vitit 2020, të cilat po trajtohen 6 vite me vonesë. Këshilli i Ministrave ka propozuar ndryshime në ligjin për prefektin e qarkut, të cilat synojnë forcimin e rolit koordinues të tij në nivel vendor dhe zgjerimin e kompetencave të tij në fusha të ndryshme. Një nga risitë e projektligjit është përfshirja e policisë bashkiake në mekanizmat e koordinimit dhe krijimi i institucionit të prefektit detar. Këshilli i Ministrave ka propozuar ndryshime për ligjin për prefektin e qarkut, të cilat synojnë forcimin e rolit koordinues të prefektit në nivel vendor dhe zgjerimin e kompetencave të tij në fusha të ndryshme të sigurisë, mbrojtje civile dhe administrimit të territorit. Një nga risitë kryesore të projektligjit është përfshirja e policisë bashkiake në mekanizmat e koordinimit me prefektin. Sipas ndryshimeve të propozuara,
Prefekti do të konsultohet dhe bashkëpunojë me drejtuesit e policisë bashkiake dhe bashkit për çështjet që lidhen me rendin, qetësinë dhe sigurinë në komunitet. Gjithashtu ai do të ketë rol koordinues në veprimtarinë e policisë bashkiake në të gjithë territorin e qarkut. Projekt ligji i jep prefektit edhe një rol më aktiv në strukturat e sigurisë publike. Ai do të marrë pjesë në mbledhjet e këshillave vendor të sigurisë publike, si dhe në Këshillin Kombëtar të Sigurisë në Komunitet, duke paraqitur problematikat e qarkut e duke koordinuar zgjidhjen e tyre me institucionet përgjegjëse. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm lidhet me mbrojtjen civile. Prefekti do të bashkëndoj veprimet me njësitë e vetë qeverisjes vendore, Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe forcat e armatosura për përballimin e emergjencave dhe situatave të rrezikut. Risja më e madhe e projektligjit është krijimi i institucionit të prefektit detar, i cili do të jetë përfaqësues i Këshillit të Ministrave për çështje detare në zonat bregdetare të vendit. Parashikohet emërimi i 2 prefektëve detar me qendrat në Durrës dhe Vlorë, të cilat do të kenë përgjegjësi për koordinimin e institucioneve në fushën e sigurisë detare, mbrojtjes së mjedisit detar, menaxhimit të burimeve detare, transportit detar dhe monitorimit të vijës bregdetare. Sipas projektligjit, prefektët detar do të drejtojnë task forca dhe grupe pune për çështje detare, do të monitorojnë zbatimin e politikave qeveritare në zonat bregdetare dhe do të raportojnë periodikisht në Këshillin e Ministrave për problematikat dhe zhvillimet në këtë sektor. Nëse miratohet nga Kuvendit, ligji do të hyjë në fuqi 15 ditë pas votimit në fletoren zyrtare. Një investim me vlerë 157 milion lek ka nisur për rikonstruksionin e hidrovorit të qytetit të Vlorës, një ndër veprat më të rëndësishme infrastrukturore për përballimin e situatave të krijuara nga rreshtet intensive. Ka nisur tashmë rikonstruksioni i hidrovorit të qytetit të Vlorës, një ndër problematikat ku sa herë kishte rreshje ka patur edhe përmbytje në qytet. Pre pak ditësh, rikonstruksioni i cili ka nisur pikë së pari me rrethimin e godinës, ndërkohë që sipas projektit do të përfshijë restaurimin e godinës së hidrovorit në pjesën e brendshme dhe të jashtme të saj. Gjithashtu do të vendose 4 pompa, 2 pompa do të jenë më të mëdha, ndërkohë që 2 pompa të tjera do të jenë më të vogla, të cilat do të shërbejnë si emergjence në raste me rreshje me intensitet të lartë. Ndërkohë që punimet do të zgjasin 6 muaj, vlera e secilës arrin 157 milion lekë. Me investim me vlerë rreth 157 milion lekë ka nisur rikonstruksioni i hidrovorit të qytetit të Vlorës, një ndër veprat më të rëndësishme për përballimin e situatave të krijuara nga rreshtet intensive. Ky investim konsiderohet mjaft i rëndësishëm për qytetin duke patur parasysh problematikat e përsëritura ndër vite, ku rreshtet e dendura kanë shkaktuar përmbytje në disa zona të qytetit të Vlorës, duke sjellë vështirësi për qytetarët, por edhe dëme në infrastrukturë. Projekti parashikon rekonstruksionin e plotit hidrovorit duke përfshirë ndërhyrje si në ambientet e brendshme, ashtu edhe në pjesët e jashtme të godinës. Gjithashtu, pjesë e investimit është edhe vendosja e 4 pompave të reja, të cilat pritet të risindjeshën kapacitetin për largimin e ujrave në rastet e rreshjeve me intensitet të lartë. Punimet kanë nisur prej pak ditësh dhe sipas afateve të përcaktuara në projekt pritet të përfundojnë brenda 6 muajve. Pas përfundimit të tyre, synohet që sistemi i kullimit dhe menaxhimit të ujrave të funksionojë në mënyrë më efikase, duke reduktuar rrezikun e përmbytjeve. Në fakt, hidrovori i qytetit ka qenë shpesh në qendër të kritikave për shkak të problemeve të shfaqura gjatë ditëve me moto të përkeqësuar. Jo pak herë, rreshtet intensive kanë sjellë përmbytje në rrugë dhe në lagje të ndryshme të Vlorës, duke nxjerrë në pa nevojën për ndërhyrje dhe modernizim të sistemit ekzistues. Megjithatë, mbetet për të parë nëse ky investim do të arrijë të zgjidhë përfundimisht problematikat e krijuara me përmbytjet në qytetin e Vlorës, apo qyteti bregdetar do të vijojë të përballet me situata të ngjashme edhe në të ardhmen. Pritshmërit janë, pasi ky projekt konsiderohet i rëndësishëm drejt përmirësimit të infrastrukturës së menaxhimit të ujrave, por ajo pritet të shihet padyshim gjatë dimrit të ardhshëm. Plazhet e Urikumit janë kthyer prej kohësh destinacione të preferuar për pushues vendas dhe të huaj, të ardhur me kampera. Aty ku gjen një ndërthurje të plazheve private dhe publike, takon sot edhe turistë të huaj nga Olanda, Polonia, Gjermania, të cilët tregojnë se Urikumi që e kanë njohur në internet në teren nuk i ka zhgënjur as pak. Megjithëse ka një plazh me shtrirje vetëm disa kilometra, Urikumi është kthyer në destinacionin e preferuar për pushues vendas dhe të huaj. Në qytetin e vjetër të Vlorës, aty ku gjen një ndërthurje të plazheve private dhe publike, takon sot turistë të huaj nga Holanda, Polonia, Gjermania dhe shtete të tjera të botës. Turistët, si tregojnë dhe vetë, kanë ardhur për pushime me kamper duke e bërë Vlorën Urikumin pjesë të udhëtimit të tyre në disa shtete. Ata shprehin se për këtë destinacion kanë mësuar nga interneti, teksa nga ajo çfarë kanë parë në teren nuk kanë mbetur as pak të zhgënjyer. We are from Poland. Poland.
Ne vim nga Polonia, jemi për herë të parë në Shqipëri. Aktualisht ndodhemi prej 2 ditësh këtu. Më përpara kemi qenë në liçenin e Shkodrës. Mbrëmjen e kaluam në Orikum dhe realisht na pëlqen shumë, e duam. Na pëlqen shumë që gjendemi pranë detit. E duam shumë natyrën. Besoj se deti është gjëja që na pëlqen më shumë. Zgjodhëm Vlorën, Orikumin, pasi pam reagimet që kishin dhënë persona të tjerë në një aplikacion që ne përdorim për kampera. Ishte një destinacion i vlerësuar shumë mirë. E përshkruanin si një vend paqësor, perfekt për kampera dhe shumë afër detit. Shqipëria faktikisht është fundi i udhëtimit ton. Kemi zhvilluar një tur ballkanik me kampera dhe Shqipëria është ndalesa jone e fundit. Në vazhdim do të qëndrojmë këtu edhe për një javë. Mendoj se nga shtetet që kemi vizituar, të preferuar kemi Shqipërinë pasi është i vetmi vend deri më tani ku jemi kaq afër detit. Më parë kemi qenë ose në male ose afër liçenit dhe është hera parë që jemi pranë detit dhe kjo është e mrekullueshme. And now we are close to the sea and yeah, it's lovely here. From the Netherlands. Unë vi nga Holanda dhe e vizitoj për herë të parë Shqipërinë. Ky destinacion na pëlqen, është shumë bukur, gjërat na pëlqejnë më tepër këtu, sepse është deti, male dhe njerëzit të cilët janë shumë të sjellshëm. Kemi qenë dhe në Malin e Zi, prandaj erdhëm këtu. Ne çdo vit për pushime shkojmë në Greqi. Këtë herë menduam që të vizitojmë diçka ndryshe. Dëgjuam që në Shqipëri është shumë bukur, me njerëz shumë të sjellshëm dhe erdhëm këtu. Kemi qenë dhe në Kroaci, Sloveni, kemi vizituar në total 6 vende bashkë me Gjermaninë dhe Austrinë. Kroacia dhe Malizi janë vende shumë të bukura, por dhe këtu na pëlqen shumë. Croatian is also very beautiful and Montenegro also, but we like this here very much. Yes. Thanks a lot. Por jo vetëm të huaj, në Orikum pushojnë dhe bendas të cilët vinë nga qytete të ndryshme. Ata tregojnë se plazhi në Orikum ju pëlqen shumë pasi aty gjen natyrën dhe qetësinë. Këto veçanti që ka sot qyteza e lashtë sipas pushuesve, i kanë shtyr ata të investojnë dhe të blejnë shtëpi në Orikum për të pushuar aty disa muaj. Ishte pak erë sot, pak dallë, po tani u qetësua. Orikumi vjen që të mbetet një destinacion turistik apo jo? Po unë kam shtëpi këtu edhe këtu e bëj plazhin zakonisht. Këtu e kaloj në Berati. Nga Kpej apo? Dhe jam në Berati. Nga Berati. Vjen dhe kalon Behari në Orikum? Po. Po pse, çfarë të shtyn më tepër apo thjesht fakti që ke shtëpi? Po, kam shtëpi një qetësia pastaj bukuria këtu. Deti e gjithmonë. Si e s'kam parë shumë në fakt. Tu në Orikum. Pisem shumë ka turistë sa banor të vendës. Po pritshmëritë janë ata pak që. Po, patjetër. Çfarë i pëlqen këtij destinacioni Orikum? Çfarë të tregoj? Qetësia. Qetësia është. Edhe ambienti është i mirë. Është rregulluar diçka se para 4-5 vjetësh nuk ka qenë kështu, por dita ditës po vjen duke rregulluar qyteti brenda. Shpresojmë që ky Begdeti të rregullohet. Je i kënaqur me investimin që ke bërë në Orikum me blerjen e një shtëpie? Shumë. Do të rish jashtë kësaj vere? Turi po thuaj se më shumë këtu se në Berat. Më shumë këtu se në Berat. Po. Ke një mesazh për gjithë ata turistë që duhet ta zgjedhin në Orikumin? Për qetësi dhe bukurinë që ka. Orikumi me plazhin e Virgjër, si dhe natyrën e pastër dhe qetësinë që të ofron, është të kthyer në vendin e preferuar kryesisht për familjar dhe pushues të huaj që vinë me kampera për shkak të mundësisë për të pushuar aty në disa hapësira falas, aty ku gjejnë dhe qetësinë dhe klimën e mirë. Do të ndalemi të zhvillimet nga kronika. Policia kufitare ka bllokuar 8 mjete ujore në Ksamil për verifikim në kuadër të kontrollave të shtuara pas ngjarjes së rëndë të ndodhur një ditë më parë. Sipas burimeve, dyshohet se këto mjete ujore kanë fuqi motorike më të madhe se norma e lejuar. E në rast se do të konstatohen shkelje, do të merren masa ndaj poseduesve të mjeteve. Policia kufitare ka bllokuar 8 mjete ujore në Ksamil për verifikim në kuadër të kontrolleve të shtuara pas ngjarjes së rëndë të ndodhur një ditë më parë. Sipas burimeve, dyshohet se këto mjete ujore kanë fuqi motorike më të madhe se norma e lejuar. Për këtë arsye, secili prej tyre do t'i duhet të nënshtrohet verifikimeve teknike dhe ligjore nga policia kufitare. Në rast se do të konstatohen shkelje, pritet të merren masa ndaj poseduesve të mjeteve.
Aksioni vjen pas aksidentit tragjik në ujrat e Ksamilit, ku një 22 vjeçar u përplas me mjetin e policisë kufitare dhe humbi jetën në vend. Ndërkohë mjeti ujor me të cilën udhëtonte i riu është nxjerr nga uji e pritet të ushtrohet ekspertizës për të sqaruar dinamikën e plotë të ngjarjes. Verifikimet do të përcaktojnë nëse mjetet e bllokuara plotësojnë kriteret teknike dhe ligjore për qarkullimin në det, si dhe nëse janë respektuar rregullat e sigurisë vetare. Policia kufitare pritet të vijojë kontrollet në zonat bregdetare, veçanërisht gjatë sezonit turistik, ku dhe përdorimi i mjeteve ujore është më i lartë dhe kërkon mbikëqyrje më të rrept. Policia e shtetit njofton se gjatë sezonit veror me synim rritjen e sigurisë rrugore dhe lehtësimin e trafikut në akset me fluks të lartë lëvizje, do të zbatohen kufizime për qarkullimin e mjeteve të rënda nga 19 qershori deri më 15 shtator gjatë fundjavave dhe festave zyrtare. Pas bashkive të qyteteve turistike, mes të cilave edhe Vlora, të cilat dolën me një plan masash për mbarvajtjen e sezonit turistik, kryesisht për mjetet e tonazhit të rënd, tashmë edhe policia e shtetit ka hartuar një plan të tillë. Ky plan masash do të shtrihet në periudhën nga data 15 qershor deri në datën 15 shtator dhe kufizon lëvizjen e mjeteve tonazheve të rënda, kryesisht në ato që janë mbi 7.5 ton. Ditën e premte, lëvizja do të kufizohet duke nisur prej orës 15 deri në orën 24, ndërsa ditën e shtunë dhe të diel kjo lëvizje do të kufizohet prej orës 7 deri në orën 24. Por lëvizja nuk do të kufizohet vetëm brenda qyteteve, por edhe në rrugët interurbane apo dhe autostradat e vendit. Për këtë qëllim, policia e shtetit pritet të shtojë edhe numrin e patrullimeve në të gjitha segmentet rrugore. Policia e shtetit ka hartuar një plan masash për sezonin turistik veror, duke përfshirë edhe zonat me fluks të lartë vizitorësh, mes tyre edhe Vlorën. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë sezonit veror, i cili shtrihet nga 15 qershori deri në 15 shtator, do të kufizohet qarkullimi i mjeteve të rënda në akset kryesore rrugore. Kufizimet do të zbatohen për mjetet e transportit të mallrave me masë totale maksimale të autorizuar mbi 7.5 ton, si dhe për kategoritë të tjera të përcaktuara në udhëzim. Masa do të aplikohen në autostrada, rrugë interurbane dhe urbane, kryesisht në segmentet që përshkojnë zona turistike dhe bregdetare, ku gjatë sezonit veror regjistrojnë flukse të larta qarkullimi. Sipas policisë së shtetit, kufizimet do të jenë në fuqin nga 19 qershori deri në 15 shtator dhe do të zbatohen sipas orareve. Të premten nga ora 15 deri në orën 24, të shtunën nga ora 7 deri në orën 24, të dielen nga ora 7 deri në orën 24. Ndërsa për festat zyrtare kufizimet do të nisin nga ora 15 e ditës pararendëse deri në orën 22 dhe do të vijojnë nga ora 7 deri në orën 24 të ditës së festës. Policia e shtetit thekson se këto masa synojnë lehtësimin e qarkullimit dhe rritjen e sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik. Një aksident rrugor është regjistruar pas ditën e së martës në autostradën Vlorë-Fier, pranë nënkalimit të Panajas, ku një automjet tip Audi është përplasur me një motor. Si pasojë, drejtuesi i mjetit ka mbetur i lënduar lehtë dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Një aksident rrugor u regjistrua pas ditën e të martës në autostradën Vlorë-Fier, pranë nënkalimit të Panajas, ku një automjet tip Audi Q5 u përplas me një motor. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i motorit mbeti i lënduar lehtë dhe u transportua në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Fatmirësisht, sipas të dhënave paraprake, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas informacioneve të para nga vendngjarja, aksidenti dyshohet të ketë ndodhur si pasojë e një gabimi në manovrim. Mësohet po ashtu se ndërsa disa motorë të tjerë morën daljen pranë nënkalimit të Panajas, drejtuesi i motorit të përfshirë në aksident ishte futur në autostradë. E në ato momente automjeti Audi Q5 që po lëvizte në tintin ka qarkullimi, arriti të shmang përplasjen duke goditur motorin nga pas. Përplasja shkaktoi dëme në të dy mjetet, ndërsa kalimtari dhe drejtues të tjerë mjetesh njoftuan me njëherë shërbimet e emergjencës. Në vendngjarje mboritën forcat e policisë rrugore, të cilat kryen veprimet e para procedurale dhe administruan provat për të dokumentuar aksidentin. Për një periudhë të shkurtër, qarkullimi në zonë u ngadalësua për shkak të pranisë së mjeteve të përfshira në aksident dhe veprimeve të policisë, ndërsa hetimet vijojnë për të përcaktuar me saktësi shkaqet e përgjegjësitë e kësaj ngjarjeje. Një 45 vjeçar është rrëzuar nga skela teksa ishte duke punuar në Teqene e Koshtanit me Malia. I lënduari Edison Pata ka humbur ekuilibrin dhe ka rënë nga një lartësi prej 13 metrash. 45 vjeçari është transportuar në spitalin e Gjirokastrës dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.
Një aksident i rënd në vendin e punës është regjistruar këtë të mërkurë në zonën e teqes së Koshtanit në bashkinë me Maliaj. Sipas informacioneve paraprake, shtetasi Edison Pata, 45 vjeç, dyshohet se ka humbur ekuilibrin gjatë kohës që po punonte në një skel në lartësinë rreth 13 metra, duke rënë në tokë dhe duke pësuar dëmtime të rënda. Menjëherë pas ngjarjes në vend kanë mbritur shërbimet e urgjencës, të cilat i kanë dhënë ndihmën e parë të dëmtuarit, ndërsa më pas ai ishte transportuar me autoambulancë drejt Spitalit Rajonal të Gjirokastrës, ku po merr trajtim më të specializuar mjekësor. Burime paraprake bëjmë dije se 45 vjeçari ka pasur dëmtime serioze në gjymtyr dhe gjendja e tij shëndetësore paraqitet kritike, duke qenë në rrezik për jetën. Ndërkohë autoritetet kanë nisur verifikimet për të zbardhur rrethanat e plota të aksidentit dhe për të përcaktuar shkaqet që çuan në këtë ngjarje të rëndë në vendin e punës. I njohur përmes portalit Jeta ime e re në Shqipëri, Max, italiani që jeton prej 7 vitesh në Vlorë, së shpejti bëhet edhe zyrtarisht shtetas shqiptar. I veçantë për promovimin që i bën Vlorës dhe Shqipërisë në rrjetet sociale, puna e tij kryesore është në fushën e pasurive të paluajtshme, ndërsa më herët ka qenë personazh në Blu Televizion. I njohur nga të gjithë përmes portalit Jeta ime e re në Shqipëri, Max, italiani që jeton prej 7 vitesh në Vlorë, pritet së shpejti të bëhet dhe zyrtarisht shtetas shqiptar. Max Sanakore mbriti fillimisht në Vlorë 7 vite më parë për të sjellë tatin. Prej asaj kohe, ai u dashurua me qytetin dhe me Shqipërinë, duke vendosur të ndërtojë jetën e tij këtu. Edhe pse njihet gjerësisht në promovimin që i bën Vlorës dhe Shqipërisë në rrjetet sociale, puna e tij kryesore është në fushën e pasurive të paluajtshme. Ai merret kryesisht me banesa me qira, duke vepruar si një agent imobiliar. Sot Max e shprehapur dëshirën e tij për të bërë një vlonjat i vërtet. Ndërkohë që ai ka mësuar dhe gjuhën shqipe dhe thekson vazhdimisht se e dashuron këtë vend. Tashmë jetoj prej 7 vitesh në Vlorë. Në fakt në muajin dhjetor të këtij viti bëj plot 7 vite këtu. Andi vetëm vlonjat. Në fakt vlonjat lind nuk bëhesh, por gjithsesi ndihem pak vlonjat. Jam mirëpritur nga qytetarët e Vlorës. Fillimisht mbrita në Vlorë rreth 7 vite më parë për të sjellë baban tim, për të jetuar këtu më mirë. Bëra edhe vetë një udhëtim eksplorues dhe ndjeva të shijen e ushqimit bio dhe gjithçka tjetër të mirë këtu. Ndjeva edhe mikpritjen e njerëzve dhe pash që për baban tim ishte mjaft mirë të jetonte këtu. Por mes anti entuziazmi që pata dhe se çfarë pash, vendosa dhe unë të vija dhe të jetoja këtu. Pash disa qytete të ndryshme në Shqipëri, si Tirana, Durrës apo Shkodër, por Vlora më dha atë goditjen që më bëri të jetoj këtu dhe të dashuroj këtë vend. Ndihem si në shtëpinë time, nëse e them shqip, me zemër. Jetoj prej 7 vitesh, shkova dhe në polici për dokumentacionin, dhe po, e dua në shtetësinë shqiptare. E njoh gjuhën, nuk është se e flas për ditë se kam frikën e gabimeve, pastaj gjua këtu ka ca fjalë që janë ndryshe. Por gjithsesi do ta bëj provimin dhe të shikojmë. Shpresoj të marr në shtetësinë, të them një fjalë në shqip. S'dua. Tani po jetoj këtu me familjen time. Baba im u nda nga jeta vitin e kaluar, ndërsa tashmë jetoj me maman dhe shoqen time. Unë në fakt kanë lindur në Siçili. Kam emigruar brenda Italisë, sepse është e vështirë për punë në Siçili dhe kemi shkuar në Milano, që i vogël. Dhe në fakt mund të them se jam nga Milano. Aty punova 7 vitet e fundit përpara se të vija në Vlorë. Mes portalit tim në fakt erdhi edhe pak promocion, por nuk është se e bëra plotësisht për këtë. Unë mora shumë dashuri në Shqipëri dhe mi të gjitha në Vlorë. Ajo mes portalit Jeta ime e re në Shqipëri erdhi thjesht me zemër. E bëra pikërisht me zemër, pa menduar se më po bëja pikërisht promocionin. Sot në Vlorë po vinë jo vetëm italian, por edhe nga vendet e tjera europiane. Në fakt puna ime e vërtet është si agent imobiliar, edhe pse këtë vit kam menduar edhe të pushoj. Të pushoj më shumë. Pushime, dua më shumë pushime. Facevo il business degli affitti, dei noleggi e queste cose. Quest'anno sto a guardare perché ci sono tante persone che stanno arrivando anche dall'Europa, non solo dall'Italia. Quest'anno vetëm për pushime. Vlora, sot, pushime. Max jeton sot në Vlorë, së bashku me nënën dhe bashkëshorten e tij. I lindur në Siçili dhe pasi ka jetuar për disa vite në Milano, ai e konsideron Vlorën shtëpinë e tij. Një qytet që dashuron dhe ku sot ndihet plotësisht vlonjat. Ndërkohë më herët, Max Sanakore ka qenë personazh në emisionin Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion.
della tipologia. Mbrëmjet e kësaj vere në Sarandë shoqërohen nga një event i veçantë në nderim të kampionëve të notit në dekada. Për 6 shëtitores janë vendosur stenda me foto e trofe kampionësh në këtë sport që ishte aq masiv dhe aq rezultativ në Sarandë, ndërsa në ekrane notarët e rekordeve të mëdha tregojnë histori suksesi. Një event krejt i veçantë vijon të shoqërojë mbrëmjet verore të Sarandës këtë qershor, ku i gjithë nderimi që vjen nga memoria kolektive për ata që u bën kampion të notit në dekadat e shkuara, i ofrohet çdo banori dhe turisti si një vlerë identifikuese e këtij qyteti. Pranë stendave me foto dhe trofe kampionësh në këtë sport që ishte aq masiv dhe aq rezultativ në Sarandë, para ekraneve ku shfaqen në flasin notarët e rekordeve të mëdha, ndalen qindra hapa për nostalgjin, si dhe për të takuar histori sportive në Sarandën që ka bërë impresionet nga ky takim nostalgjik me historinë e shkruar në sportin e notit prej vitit 1936 deri më sot, ku janë përfshirë njerëz të gjitha moshave. Eventet të tilla janë shumë të nevojshme për qytetin tonë, tregojnë historinë e notit të sportit, se si ka ndikuar në qytetarët e këtij qyteti të bukur dhe për kulturën dhe për çdo gjë që mban notin vetvete. Siç treguan edhe notarët vet, ka me breza që noti është i lidhur me rrënjët e këtij qyteti, çdo djalë dhe gocë e këtij qyteti është marrë me sportin e notit, ka konkuruar dhe ka dalë me faqe të ndritur në Tiranë, në qytete të ndryshme, po edhe jashtë vendit. Saranda, qyteti i kampionëve të notit, sepse kampionatet e notit në qytetin e Sarandës janë zhvilluar që prej vitit 1936. Klubi i sportit të notit Butrintit të qytetit Sarandës ka shkëlqyer me emra të mëdhenj. Saranditët kanë triumfuar në garat e notit, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Meritonte Saranda që të kishte një event të tillë siç është noti. Evenimenti ishte një event shumë i nevojshëm për Sarandën, shumë i bukur, tregon historinë e notit që ka qytet dhe ata notarë që ende janë gjallë dhe mbajnë frymën gjallë për notin. Jemi në atmosferën e festimeve të ditëve të turizmit në qytetin tonë të bukur të Sarandës. Është një veprimtari që bëhet tradit tani çdo vit në pranë kompleksit muzeal, galeri, muzeu traditës, muzeu arkeologjik, edhe këto format krahas muzikës për rinin, për të gjitha brezat, edhe një ekspozit memoriale me një tematik që ka qenë si vjetë dedikuar sportit të notit në qytetin tonë. Me mjeshtëri, i gjithë arkivi profesor Gjorgji Vasilit është frizuar nga studiuesja Enola, që është bërë gjithë ky projekt në formë grafike, me fotografi, me film, pra të gjithë ata ish notarët që janë në jetë tani dhe të tjerët me familjarët e tyre u gëzuan pranë këtij eventi kaq të bukur të bashkuar në këtë atmosferë. Eventi i titulluar Saranda, qyteti i notarëve kampion, është një ekranizim i botimit të Mozaik Noti në Sarandë, me autor gazetarin sportiv Gjorgji Vasili. Vetë ai e vlerëson eventin si një rikthim në vitet e bukura ku shkallët e xhades së notit mbusheshin me qytetarë të gjitha moshave për të ndjekur garat e kampionateve kombëtare. Saranda zbriste e gjitha, zbriste për 4 ditë rresht kur bësh një kampionat kombëtar i notit, të gjitha moshat vinin atje. Dhe kjo është ngjallet një nostalgji. Prej kësaj, Ciceroni, veterani i jetës sportive të Sarandës, thotë se vlera më e madhe e eventit në shëtitore nuk është kthimi i kujtesës kolektive, por sidomos që të bëjë ata që drejtojnë t'i flasin zemrës dhe ta bëjnë me pishin noti, Sarandën e notit. Unë mendoj se vlera e këtij evenimenti është fakti që ata që kanë për detyrë t'i thrasin pak zemrës atje, që shiko, kam ardhur dhe drejtoj një qytet. Jemi ne që jemi qytetarët e parë të Sarandës. Nuk kemi një pishin, pa pishin nuk bëhet më. Fakti është, bëjmë trotuare për të 3 herë, për të 4 herë, për të 5 herë, të gjithë kryebashkiakët, që nga i pari deri tani sa janë bërë 7-8, e kupton? Dhe fakti është që një pishin nuk ja dhanë Sarandës. Nuk kemi një ekip të kompletuar që të marri pjesë dhe insisht. Arrim puna tash Saranda të marrë ndonjë notar që vjen nga jashtë që të përfaqësoj juve dhe merr etiketën KS Butrinti edhe përfaqëson. Ky
organizim që u bë këtë radhë, është një thirrje që Saranda t'i kthehet sportit të notit. Enola Beko, që ka punuar për realizimin e eventit, është vetë një vajzë sarandaj që vit pas viti sjell në mbrëmjet verore të Sarandës pasuri identitare të Sarandës në 10 vjeçarët e kaluar, si peshkimin dhe njerëzit e detit, marinarët që i shtuan kolorit këtij qyteti, e këtë verë fokusi ishte te kampionët që Saranda i dha notit shqiptar. Për të dytën vit radhazi, qyteti Dimalit ka mirëpritur aktivitetin festiv kushtuar trashëgiminisë kulturore dhe historike të zonës, një aktivitet që bëri bashkë fëmijë, mësues, prindër, artizan dhe banor të shumt të qytetit dhe fshatrave përreth. Për të dytin vit të radhazi, qyteti Dimalit mirëpriti aktivitetin festiv kushtuar trashëgimisë kulturore dhe historike të zonës, një aktivitet që bëri bashkë fëmijë, mësues, prindër, artizan e banor të shumt të qytetit, por edhe të fshatrave përreth. Panairi i organizuar në pedonalen kryesore të qytetit u kthye në një hapësirë promovimi të vlerave historike, kulturore të Dimalit. Stendat e ngritura enkas për këtë aktivitet ekspozuan punime artizanale, objekte tradicionale, fotografi dhe materiale që pasqyronin historinë e hershme të zonës, si dhe traditat që janë ruajtur ndër breza. Për Vilson Shun, një nga organizatorët, kjo fest po kthehet në tradicionale. Festa e trashëgimisë, një mozaik kulturor në zemër të Dimalit, është një festë e cila, domethënë vit pas viti po kthehet në një festë tradicionale, ku e gjithë zona, e gjithë, po themi, pjesët administrative në periudhat të caktuara të vitit vijnë, bëhen bashkë dhe promovojnë vlerat e tyre. Kjo nuk është thjesht një festë. Ktu është ku mëshirohet shpirti i të shkuarës, së tashmes dhe të ardhmes. Është një aktivitet i cili jo vetëm që po kthehet në traditë, por po ka një vazhdimsi e cila tregon vlerat që Bashkia Dimal nuk është thjesht një bashki kalimtare, por është një bashki e cila ka të shkurën, ka të tashmen dhe të ardhmen. Ky është viti i dytë. Vjet e kemi nisur si aktivitet, këtë vit është viti i dytë dhe ne kemi si synim që këtë aktivitet ta kthejmë tashmë në një traditë të vazhdueshme, të qëndrueshme, për të treguar edhe një herë se Bashkia Dimal është një nga bashkitë që ka historikun e vet, traditën e vet, ka kulturën, ka rinin, ka qëndrueshmërinë. Pra nëse thua Bashkia Dimal, do të thotë që i ka të gjitha si çfarë kërkon një atë bashki apo një institucion të pushtetit vendor. Këtë vit risi ka qenë promovimi pothuajse i institucioneve vendore apo i të rinjve dhe punëve artizanale të cilat ata bëjnë dhe talentet që kanë duke i shprehur nëpërmjet nismave të tyre. Sot ju do të shikoni dhe do të shijoni disa prej kryeveprave më të mira të cilat ata i kanë sjellë këtu dhe gjatë gjithë aktivitetit do të promovohen. Gjithashtu kemi pjesë të traditës së këngëve popullore dhe kërcimeve tradicionale të Bashkisë Dimal, të cilat janë trashëguara prej viteve dhe prej gjeneratave. Patjetër ka pasur interes, përveç artizanëve të vjetër, po themi, ka edhe një lloj interesi pozitiv prej të rinjve, të cilët duan që të kenë qëndrueshmëri dhe vazhdimsi të gjithë, po themi, këtij lloj procesi jetësimit të artizanëve. Një pjesë e rëndësishme e aktivitetit ishte edhe angazhimi të rinjve dhe komunitetit të Dimalit, të cilët përmes projekteve, ekspozitave dhe prezantimeve sollën para publikut element të historisë dhe identitetit kulturor të krajinës. Pjesëmarrja e gjerë e prindërve dhe qytetarëve krijoi një atmosferë festive dhe bashkëpunuese, duke e kthyer panairin në një pikë takimi të brezave. Qëllimi i këtij aktiviteti është promovimi i kulturës, traditës dhe historiku i Bashkisë Dimal, është shprehur Pierin Tumani, administratori i Bashkisë Dimal. Atëherë qëllimi i këtij aktiviteti është promovimi i kulturës, i traditës dhe i historikut të Bashkisë tonë Dimal. Sigurisht që kjo pjesë i vjen në ndihmë edhe artizanëve, fermerëve për të promovuar punimet e tyre, për të promovuar vlerat dhe trashëgimisë kulturore dhe historike të qytetit tonë, të qytetit të Dimalit. Ky është viti i dytë që ne organizojmë një aktivitet të tillë. Kemi pasur një bashkëpunim të shkëlqyer, duhet të thënë, me qendrën rinore Ura Vajguror, drejtuar nga zoti Vilson Sheu. Gjithashtu, edhe në kujdesin e kryetares së bashkisë, ky aktivitet u bë i mundur për të shpërfaqur, siç tham, vlerat e trashëgimisë tonë kulturore, artistike, traditat, historikun, me qëllim që neve këto vlerat i trashëgojmë brez pas brezit tek qoftë banorët e zonës, qoftë të rinj, qoftë fermerët e zonës. Një aktivitet i tillë mendoj se i vjen shumë në ndihmë fermerëve, sepse ata nëpërmjet këtyre aktiviteteve shpërfaqin punën e tyre, shpërfaqin projektet e tyre
të cilat promovohen dhe bën një markë e rëndësishme, qoftë për pjesën e Dimalit, qoftë pjesën e Qargut, po sigurisht dhe në mbar po them vendin tonë. Komuniteti ka mirëpritur aktivitete të tilla dhe i mirëpret gjithmonë, sepse këto aktivitete sigurisht siç tham ndihmojnë në promovimin e qytetit Dimalit, ndihmojnë në promovimin e historisë, e trashëgimisë dhe së fundit të identitetit tonë, ku dihet shumë mirë që Bashkia Dimale është një bashki me histori të lashtë, ka vlera të jashtëzakonshme kulturore dhe si e tillë këto vlera neve duhet, siç e tham, duhet i trashëgojmë brez pas brezi për të kultivuar sa më shumë. Aktivitetet si gjatë 2 ditëve u shoqëruan me një program të pasur artistik. Është shumë bukur, më pëlqen gjithmonë dhe unë dua që të ketë ditë për vit. Aktiviteti tashmë po shndërrohet në një traditë të përvitshme, duke kontribuar në forcimin e identitetit kulturor dhe në promovimin e vlerave historike të Dimalit dhe zonave përreth. Ju përshëndes për vëmendjen, mirupafshim.